që mund të ktheheshin. Dhe ai tha që ne duhet që ti mirëpresim në thonjza, mu duhet mirëpresim një sulm serb. Kjo thuhet në librin tuaj. A ju kujtohet kjo general? Përgjigje nuk më kujtohet asnjë gjë e kësaj natyre, por atë që do më kujtohet, domethënë sigurisht përshkrimi nuk është kështu. Jackson dhe unë e vlerësonim ndryshe situatën, dhe mbase do ishte më vlerë që ta shpjegoja për trupi gjykues se cili ishte ky dallim midis ne. Jackson ishte i përfshirë si britanik, ishte i përfshirë në situatën në Irlandë, ndërkohë që unë vete kisha parë me sytë e mi nga afër situatën në Bosnjë. E dija se çfarë kishin mundësi dhe çfarë mund të bënin serbët, dhe cilat mund të ishin pasojat. Kështu që prej fillimit ne kishim perspektiva të ndryshme lidhur me situatën. Dhe mendoj që kjo ishte edhe më e qartë pas asaj çfarë ndodhi në pistën ose në aeroportin e Prishtinës. Nuk e kam lexuar asnjëherë në fakt librin e Jacksonit, megjithatë mendoj që ky është një interpretim kreativ, krijues do thoja, e asaj çfarë kam thënë unë.